Është tani zotëri Omer Nure, i cili është kryetar i rrjetit global bizniseve dhe kemi një bashkëpunim shkëlqyeshëm ne si Londër, por natyrisht krejt bizniset gjithandej kushtërien botë. Zotëri Nura, të falenderoj mas fare për këtë organizim madhështor me qeverinë e Shqipërisë. Faleminderit juve, faleminderit gjithë dhe atyne anëtarëve ata biznese që na kanë përcjell, se pa biznese nuk ka rrjedhje të mirë të ekonomisë, nuk ka rrjedhje të mirë të zhvillimit, e kështu që Shqipëria edhe qeveria shqiptare ka fillu me u angazhu për biznese shqiptare, diasporës, që është shumë e rëndësishme, se pa to nuk ka zhvillim në mënyrën e dur, në shpejtësinë e dur, se Bashkimi Evropian po ecë ose Evropa, bota po ecë në shumë shkallë të shpejtë. E ne po nuk e shfrytëzojmë atë potencial që kemi në diasporë, nuk ka mundësi me i ecë në shkallën e duhur. Tani është që disa vjet është kjo iniciativë dhe natyrisht që nga ju kur e keni marrë postin e kryetarit, ishte edhe në Londër kur na sigurohet që rrjeti i bizniseve ka këtë qëllim. A mendoni që është duke arrit qëllimit vetë rrjeti i bizniseve që ju e kryesoni? Unë vetë sa kam marrë mandatin, kështu që qëllimet e mia janë që të krijojmë rrjete atje ku ka shqiptar, rrjete bizneseve shqiptare. Tani me partneritet me Kosovën e Shqipërinë, bashkarisht, se neve në diasporës nuk guxon të na interesoj kush është në pushtet. Ne do të me respektu kryetarin e atij shteti, qeverinë e atij shtetit, edhe mënyrën e respektit, me respekt me ecë përpara, me sjell investime, me sjell partner ton që me investu në vendet tona. Edhe pse keni marrë, tani e kem summitin tjetër, e kem Prishtinë me sa me 15 maj. Sa është reklamuar, sa është folë për këtë çështje dhe ku duhet të marrën të kuptojnë njerëz se ku duhet vinë si do të vinë. Rrjeti global i bizneseve shqiptare ka webfaqen e vetë rrjeti.org, edhe në Instagram, në Facebook, në gjitha platformat jemi aktiv, kështu që na përcjellin edhe të informohen se kur do organizohet, edhe pse datat i kemi caktuar me 15 maj në Emerald Hotel Prishtinë. Si e patët bashkëpunimin me qeverinë e Shqipërisë kësaj here, ishte edhe Edi Rama një prezentues që dha një energji jashtëzakonisht interesante. Po, qeveria shqiptare ka fillu tani, si që thash edhe me parë, që pe kupton që me diasporën është shumë lehtë me punu, sepse ne kemi kulturë, kemi partnerët, kemi bizneset, kemi hapësirën që këta nuk ka nevojë me kërku, na nuk kërkojnë nga këta asgjë. Na jemi për me dhonë këto, na vimi për me dhonë vendet tona, Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë, gjitha trojet tona, na vina me dhonë, nuk vina me kërku asgjë. E kështu që kanë fillu edhe me kuptu edhe qeveria e Shqipërisë që me neve kanë shumë lehtë, sepse ne jemi ata që mujnë me dho shumë edhe partner ton ekonomik, edhe shkollimet dijen që kanë njerëzit, dhe me truri është i edukuar jashtë venit, edhe kanë mundësi me dho informacione dije se ku qysh mundu me ecë më mirë, më shpejt, edhe më hopat sigurta. Unë të përgëzoj për organizimin, energjin edhe sigurisht pozitivitet që reflekton në organizatë. Faleminderit juve dhe mirë se vini në Prishtinë. Faleminderit edhe një herë, kënaqësi me bashkëpunu me ty. Faleminderit.